Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadithin e sotëm e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anh, I cili thot e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: Idha sami'tumul iqamata famshu ila as-salati wa alaykum bis-sakinati wal waqari wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Qëtu përfundon hadithi, ndërsa në kuptim në gjuhën tonë, do të thotë, kur ta dëgjoni ikametin, nisuni për namaz, ose hecni për namaz. Mirë po hecni duke qenë të qetë edhe të heshton. Wa aleikum bis-sakinati wal waqar, përmbajuni qetësisë në kuptimin e lëvizjes dhe heshtjes në kuptimin e përkushtimit. Wala tusri'u, dhe asesi mos nxitoni, nga se qatë pjesë të namazit që e arrini, faleni, atë që ju kalon, plotësojeni. Edhe që to përfundon hadithi. Një hadith, sigur të gjitha udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që me fjalë të thjeshta, të qarta dhe të kuptueshme, na udhëzon mes tjerash edhe qysh me hec për me shku në namaz. Shprehjet e hadithit padyshim që janë kuptim plota, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kujdeset që besimtarët të mësohen edhe qysh me hec deri në xhami, edhe qysh me arrit në namaz. Andaj thot, kur ta dëgjoni ikametin, hecni për në namaz, e kjo shprehje e hadithit jep me kuptu se kur të ngritën besimtarët për me u falë, ata ngritën duke u bë ikamet për namaz. Të gjithë e dim se çka është ikameti. Ajo që kuptohet këtu është se ikameti bëhet me za, madje me aq za sa që në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e dini xhamia ka qenë, nuk ka qenë izolume që janë xhamiat sot. Për shembull, stash veç ma thonë murit me kon dikosh, edhe me fol, edhe me bot diçka këtu mrena nuk dëgjohet. Atëherë xhamia ka qenë me dyert hapuna, edhe ka qenë e ndërtuar në një mënyrë shumë të thjeshtë, sa që nëse është fol diçka në xhami, është dëgju jashtë xhamisë. Edhe nëse është fol diçka jashtë xhamisë, është dëgju në xhami, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas shprehi, realisht është rregull që për ikamet pritet imami. Bilali e ka pas shprehi, kur e ka pa pejgamberin alayhi salatu wasalam të hinë xhami, ai është ngrit në kamë dhe ka filluar me e thirr ikametin. E ka thirr ikametin me za, sa që nëse ka qenë dikush jashtë, e ka dëgju edhe në afru për me e fal farzin. Pra ikameti bëhet me za, që kjo është shumë me rëndësi. Në kohët tona, duke qenë se xhamit janë të izolume edhe në aspektin akustik, nuk mundu me thonë që duhet me bërtit qatë shumë, sa që nëse është dikush në bord xhamis, duhet pa tjetër me e dëgju, për arsye se brenda në xhami do të ishte zhurmë e madhe. Pra të ezani dhe të ikameti duhet jemi të vëmendshëm, se ato janë thirrje të rregulluara sipas rregullave dhe sipas dispozitave të Islamit. Allahu I madhruar nëpërmjet mësimeve që ja ka dhënë pejgamberit vet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e ka rregulluar edhe ezanin edhe ikametin. Ato thjesht duhet të respektohen. Kështu që kur të I kalojmë këtë temën e ikametit, po mendoj që megjithatë thirrët me za, vije qysh mi u përgjigj ikametit. Këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jep udhëzim për ata që nuk janë në xhami e dëgjojnë ikametin. Thot femshu, ecni, jo vraponi, jo nxitani. Po vetëm ecni. Madje thot ecni wa aleikum bis-sakinati wal waqar. Përmbajuni sekine, I thojnë qetësisë edhe lëvizjes së lehtë. Do thonë lëvizni, hecni, mirë po hecni jo shumë shpejt për me u mush frymë. Ne dëgjojmë nga njëherë, për shembull, na lidhemi në namaz, vjen dikush për në fund xhamisë, e shet që jenë lidhë, nxiton për me nxon. Jo, nuk do të me nxitu. Pse? Për arsye se nëse nxiton, ki me u mosh frymë. Lidhësh namaz edhe nuk e din ma, a ki me e përmend Allahun, a ki me e stabilizu frymarrjen thane.
Aleikum bis sekineti wal waqar, i ka lyp pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dy gjana, të cilat kur përmenden ndaraz kanë kuptim të përafërt. Qetë, kadale, s'kini nevojë me ungut, po kur përmenden bashk, se cila e ka kuptimin e vetë, e dietarët që janë marrë me studimin e hadithit, kanë thonë e para ka të bëjë me anën fizike, e dyta ka të bëjë me anën e mbrëmshme. E tash këto dy shprehje, menoj që ju vynë edhe atyne që hynë në xhami, edhe atyne që vinë pe jashtë, se e rregullon e lëvizjen e tyne, po unë menoj që këtu e kemi një mësim edhe na që i kameti në nxen duke qenë në xhami. Jo rrallë ndodh për shembull që kur bëhet i kamet, njerëzit hala flasin, hala bojnë muhabet, hala merren me diçka. A në të vërtetë kur të fillon i kameti, aty ka punë veç muezini që e bën i kametin, edhe ka punë imami që ka me dalë në mihrab për me ju pri besimtarve. Ata tjerë, çka bojnë? Ata thjesht veç ngritën kamë dhe këshyren me rregullu safin, edhe me qetësi të plot, pikrisht që shto që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përgatiten shpirtnisht për namaz. Për arsye se realisht me namaz jetë të dasht me dalë para Allahut fuqiplot, edhe në këtë rast vynë, përveç përgatitjeve fizike, me kon i pastër e i veshun e me abdes e kështu me radhë, me kon edhe çka edhe shpirtnisht i përgatiton. Ne e bojmë këtë disa herë gjatë ditës, 5 herë gjatë ditës, dalim para Allahut fuqiplot, e mbase nga njëherë na kalon edhe në lloj rutine të natyrshme, edhe harrojmë se çka jena të dashur me bë derisa po dojmë me u lidh në namaz. A në të vërtetë përjetimi i namazit do të duhet të ishte i paraprim, i parapërgatitur me një përjetim të madhështisë së Allahut fuqiplot para të cilit po dojmë me u rreshtu edhe para të cilit po dojmë me dalë. Andaj do të me e kujtu në vazhdimsi këtë udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa aleikum bis sekineti wal waqar, për mbajuni qetësisë edhe heshtjes, edhe mos merrni me kur të bëhet i kamet, merruni veç me veten e juaj, drejtojini shpirtat edhe zemrat ka Allahu fuqiplot, që ashtu që keni drejtu trupat ka kibla. Do thonë, udhëzimi është i thjesht, mirë por nëse i përmbahemi, atëherë sigurisht që edhe namazi jonë do të ketë vlerë më të madhe edhe do t'i shtohet cilësia. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu e nënvizon edhe me një shprehje, thotë wala tusri'u. Mos nxitoni, mos u gotni me ju bashkanxhit namazit. Pse? Për arsye se nëse i kameti s'ka gjetë në xhami, ndoshta edhe e ke pas një arsye pse e vonu, po tash nxitimi yt mundet me e çrregullu komplet mbarvajtjen e namazit matutje. Për arsye se sikur se e thasht i vjen të nga, të nxitu, hin në xhami, mboshësh frym, s'munësh me rregullu frymmarrjen, s'munësh me i shqiptu dhikrin ose me dëgju leximin e imamit ose kështu me radhë dhe një farë mënyrë të humb koncentrimi. Dhe për me këto pse e bën njeriu, e bën vetëm nga dëshira që me emri namazin, jo për diçka tjetër. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë gajle, këtë breng na e hiq, duke thonë fema adraktum fasallu. Çka të mrini, që të falne. O ma fatekum fe etimmu. E ajo çka ju ka kalu, plotësojeni. Çka do me thonë kjo? Kjo do me thonë që fillimisht, kur të hysh në namaz, e xhamati jenë lidhë mas imamit. Munën me konë reqatet parë, dytën, tretën, katërtën, hiç s'ka rëndësi ku janë, ti çaty ku janë, çaty lidhësh me ta. Bile lidhësh namaz nëse janë në kom, lidhësh namaz nëse janë në ruku, e nëse e ke mri rukun, pra i ke mri në kom ose në ruku, ti qatë rekate e ke mri. Dhe nëse në konë reqatë parë, në kom jenë konë, edhe ti ardhë je lidhë me ta, pavarësisht se me pak vones, me gjysmë minuti, 1 minutë vones, po ti e ke mri rekatin. Po rekatin e ke mri edhe nëse e mrin rukun. Pra, xhamati janë në ruku, s'ka nevojë në fund xhamis mu lidh e me hecë në ruku, po vjen, kadale, normal, me ecjen normale, që shkona mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata halasin që prej rukus, te e merr një tekbire dhe shkon në ruku. Qatë rekat e ke mri. Nëse janë që prej rukus, a do të mu lidh, a do të mi prit deri sa të qonë rekat dytë. Lidhësh që ty ku janë, në sejdë janë të Allahu Akbar edhe shkon drejt në sejdë. Rekatin që kaloj se ke mri nëse e mri në sejdën,
Mirë po kemë rime e bo një ose 2 sejdë ma tepër. E që ato një ose 2 sejdë ma tepër, në ditën e gjykimit në peshorën tonë mundën me konë sikur ata kush i marrë men ato vagat me 2 kështu, një teg i vogël i cili qaj mundët me ta siguru komplet një lumëtori të përjetshme, andaj nuk do të me nënvlerësu një gjatë tillë. Pra, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po na mëson, po thotë mos nxitoni, po atë çka e mërrini, faleni, atë që ju ka kalu, do më thonë, plotësojeni edhe i në rregull. Një pyetje tjetër që parashtrohet natyrshëm. Që ato që ka e mërim e falim, që ato që ka në ka ikë qyshe plotësojnë. Tash për shembull, kemi hyrë në xhami në namazin e jacis, edhe po e shohim se xhamati janë të uqu prej uljes të parë, prej tehijatit të parë. Na automatikisht e kuptojmë se ata e fillon rekatin e tretë. A shishto apo jo? Ne lidhemi mas imamit. Çaj rekat në cilin lidhemi, është për neve i treti a i pare. Për xhamatin është i treti, se ata e kanë nisë për i fillimi, për neve është i pare, se edhe na e nisëm për i fillimet. Edhe e falim një rekat, 2 rekat, që i mrejtu me imamin. Imami kur jep selam, ne atëherë ngritemi për me e plotësu ato që ka na ka mbet. Edhe kur ngritemi, për neve është rekati i tretë. Në rekatin e tretë, çka kënojmë? E kënojmë veç elhamin, edhe në të katërtin e kënojmë veç elhamin, pastaj qëndrojmë tehijat, japim selam, edhe me këte e plotësum namazin. Kur i nxojmë rekatet qift, është kollaj me i bëj hesap. Po me bo me nxonë në rekatin tek, veç duhet me kon i këfjelt, edhe me i majt mend 2 sene. Veç majnin mend 2 sene vllazni edhe kur s'kini me pas komplikim. E para është që aty ku mrive, që aty është fillimi vetë. E dyta, mos ju ndaj imamit derisa të jep selam. Si t'jep imami selam, ti e vazhdon pastaj aty ku është vazhdimësia jote. Po e marrë një shembull tjetër, nashta inshallah s'po jo ngatroj. Kjo është në xhami edhe xhamati janë të ngrit për tehijatit në rekatet tretë, po jo një jaci tash, po në akşam. Akşami ka 3 rekat, për xhamatin është rekati i tretë, për ty është rekati i parë. Lidhësh namaz, për ty është rekati i parë, po mas rekatit parë, për shkak se kime e pasu imamin, deri t'jep selam, ty të bjen edhe mas rekatit parë me nejtë ullën. Dhe më thonë, e ki një tehijat, mas rekatit parë, që realisht në akşam nuk është, nuk dohet, po në këtë situatë, kur i e vonu, qështu veprohet. Pse? Për arsye se do të me e pasu imamin. Edhe mas rekatit parë, ti ulesh në tehijat, kur jep selam imami, ti qohesh me vazhdu. Kur qohesh me vazhdu, për ty është rekati i dytë. Masi është rekati i dytë, e kënon elhamin, e kënon edhe një sure, pastaj rrin prap në tehijat. Për shkak se është rekati i dytë, ti tash i tu falë në mënyrë autonome, në mënyrë të pavarur. Pasi ta përfundojsh tehijatin e rekatit dytë, që praktikisht për ty është i dyti, po është i dyti i zorit, se i pari do të duhet ishte, ngritesh për rekatin e tretë, e kënon veç elhamin, vazhdon me 2 sejdë, ulesh në teshehudin e fundit, edhe kësaj e falë akşamin 3 rekat, po në rastin tënë e falë me 3 ulje. Mundët me ndodhë akşamin me e falë njëre, edhe pse 3 rekat me e falë me 4 ulje, për shembull e kënë zonë xhamatin tehijat të parë. Je ullë me ta, s'është obligim për ty, po pse menajt të konë më lidhë namaz edhe e vazhdan qështo. Po menaj nëse i kuptojmë çdo gjona, lidhësh namaz që aty ku i gjete, e kënë zonë rukun, e kënë zonë rekatin, se kënë zonë rukun, s'ka lidhe e logarit ma tutje qka kënë zonë, qka ke fillu, qka kënë zonë për ty është e para, kur t'jep imami selam e vazhdan ajo qka ka mbet, edhe je rahat, do të me kuptu se njëre nëse i zën xhamatin në xhami, disa djetarë thonë, nëse e nëzën xhamatin, veç hala para se me dhonë selam, ulesh me ta, edhe ata jepin selam, as një reqatë së nëzone, veç u lidhe me ta, djetarë thonë, e ke nëzon namazin me xhamat, e ke nëzon vlerën e namazit me xhamat. Kjo është mirësi e madhe. Disa djetarë madje thonë për vonesat me arsye, gjithsesi se me qëllim kërkush zvonohet, thonë edhe nëse i kënë zonë xhamatin, hala pa dalë për i xhami, edhe pse kam dhënë selam, ty të llogaritet që e falë me xhamat. Pse? Për arsye se jo vetë që e ke pas njetin,
po edhe punën e bane, edhe hizmetin e bane për me u falë me xhamat, për ja që ndonjë gjatë ka vonu. Ka që saj përket shpjegimit këtij hadithi, e kuptojmë edhe e shohim edhe e përjetojmë në rrugëllazën që Allahu për një mend ato ibadete që i ka lyp prej neve, i ka lyp korrektësi, ka lyp saktësi, ka lyp përkushtim, ka lyp disiplinë, mirë po kur i shohim pastaj në praktik, Allahu i madhruar na ka dhënë edhe lehtësime të shumta. Elhamdulillah që jemi kështu. Allahu ju rujt, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Mm-hmm.